Rezolut kongresionale për shqiptarët në luginën e Preshevës. Edhe një lajm historik e fantastik nga dëgjimi kongresial në Komitetin për Punë të Jashtme që ende po vazhdon në Capitol Hill, u kryua një histori për luginën e Preshevës në zemër të Kongresit Amerikan. Kongresisti self-deklaroi sot po prezantoi edhe një rezolut për shqiptarët në luginën e Preshevës. Ka ardhur koha që Serbia të mbajë përgjegjëse për diskriminimin etnik ndaj tyre. Për mbi 2 dekada kam pasur nderin të jem angazhuar në Washington DC për të drejtat e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Sot me dëgjimin për Ballkanin Perëndimor në Komitetin për Punë të Jashtme të Kongresit, respektivisht për ne Komunitetin për Evropë, ndodhi diçka që deri dje ishte e pamundur, thotë autori. Miku ynë, kongresisti Keith Self, kryetari në Komitetit për Evropë, prezantoi rezolutën e parë në historinë e Kongresit Amerikan për çështjen e luginës së Preshevës. Po e lexuat mirë, është hera e parë në histori. Kjo rezolut kërkon nga Departamenti i Shtetit përgatitet paraqes një raport zyrtar mbi diskriminimin e shqiptarëve në luginë nga Beogradi, përfshirë pasivizimin e adresave, të cilin Kongresi ka quajtur pastrim etnik me mjete administrative, mosnjohjen e diplomave, mungesën e përfaqësimit proporcional në institucionet shtetërore dhe praktika të tjera diskriminuese të faktuara, të dokumentuara prej vitesh nga Kongresi Amerikan. Sot një dha një zot fuqishëm luginës. Ky është një mesazh i qartë, lugina e Preshevës nuk është harruar. Të drejtat e shqiptarëve nuk mund të shkelen pafund dhe zëri ynë kur është i bashkuar dëgjohet deri në Kongresin e Shteteve të Bashkuarave. Një njohje e përzemër dhe e përjetshme për komunitetin shqiptar në Dallas, veçanërisht për zotin Gjino Mulliqi, miq dhe patriotat e tjerë që bën të mundur këtë ngjarje historike dhe takimin tonë me kryetarin Self në Dallas në tetor 2025. Mbledhje fondesh në New York për Robert Lugjuraj. Komuniteti shqiptar në New York pati këto ditë ngjarje të rëndësishme për mbështetjen e kandidatëve politik në Kongresin e Shtetit të Bashkuar. Robert Lugjuraj qelloi një mbledhje fondesh në Old Detroit Bar dhe Grill në Rochester Hills, ku takoi votues dhe mori mbështetje të gjerë nga komuniteti, mbështetje financiare nga komuniteti shqiptar në New York për zgjedhjen e tij në Michigan. Një falënderim i veçantë i shkon Viktor Palushajt për mikpritjen e tij dhe për mbështetjen e bujshme aty.